një person ka tentu me votu në emër të bashkëshortes së tij, e po ashtu e ka dëmtu flet votimin. Këtu në shkollën Emin Duraku në Shtime. Kështu ka njoftu Policia e Kosovës që ky rast ka ndodhur rreth orës 12:22 dhe sipas njoftimit të policisë, tash po vazhdojnë hetimet lidhur me këtë rast. Megjithatë, ne kemi ardhur në shkollën Emin Duraku këtu në rrugën Tahir Sinani në Shtime dhe pranë vetes e kam drejtoreshën e shkollës Floreta Bozi. Drejtoresh, a mundesh më dhënë më shumë informacione çka ka ndodhur saktësisht, cilat kanë qenë telashet lidhur me këtë rast që është raportuar edhe në polici? Atëherë, përshëndetje për juve. Siç e njoftuat, rreth mesditës ka ngjarë një incident në një vend votim, ku jemi njoftuar se kanë telashe dhe ju duhet të kemi ndihmën edhe të forcave policore. Një i moshuar ka insistuar tek vend votimi që t'i përgjigjet apo ta asistoj edhe bashkëshorten e tij. Më pas, kryesuesi normalisht i është adresuar që bazë të udhëzimit duhet të dokumentohet dëmtimi apo mangësia fizike e personit me asistencë. Ajo në këtë rast nuk është mbështet me dokumentacion dhe më pas nga revolta i moshuari ka dëmtuar edhe vetë flet votimin e tij. Kjo është raportuar në polici dhe në prokurorinë rajonale të Ferizajit. Gjitha aktorët janë përfshirë dhe kanë proceduar rastin. Për momentin, procesi po vazhdon i qetë, diçka tjetër. Normalisht, ato janë realizuar gjitha procedurat në vend votim që i ka kryesisht ekskluzivisht kryesuesi i vend votimit. Do të thotë si përfundim edhe personi që ka dëmtu flet votimin edhe bashkëshortja e tij nuk kanë arrit me përfundu procesin e votimit për shkak të incidentit që ka ndodhur. Nga revolta për mos lejem të asistencës, i moshuari e ka dëmtu edhe vetë flet votimin e tij, domethënë në prezencën e aktorëve apo anëtarëve të komisionit aty në vend votim. Kështu që policia e ka trajtuar rastin, prokuroria gjithashtu. Më pas është zhvillu procesi normalisht, pa pengesa, por që domethënë vetëm kanë fillu prej mungesës së asistencës, ndoshta edhe nga praktikat e mëhershme që kanë qenë si të tilla në këtë moment. Tani më kryesuesit kërkojnë dokumente dhe të evidentohen zyrtarisht ato raste që kanë nevojë asistence. Drejtoresh, faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve.